Bajpasi i rrugës së Arbrit në fshatin Zibër-Murrizit të Klosit e që kalonte në fshatin Pastar-Murrizit të Tiranës ishte kthyer në kantier mbeturinash deri në hapjen për qarkullim të tunelit. Për shkak të numrit të lartë të automjeteve që kalonin në këtë segment rrugor, mbeturinat hidheshin pa kriter nga pasagjerët dhe drejtuesit e automjeteve, ndërkohë që me devijimin e qarkullimit nëpërmjet tunelit në mesin e muajit mars të këtij viti është ndaluar edhe ndotja në rrugë. Zona është më e pastër pasi nuk janë shtuar mbeturina, ndërsa nuk është marrë mase për pastrimin e gjithë territorit që ishte ndotur gjatë periudhës që ky segment ishte arteria e rrugës së Arbrit. Nureddin Hoxha thotë se tashmë kjo zonë duhet të kthehet në atraksion turistik, pasi është piktoreske, ndërsa shton se duhet të jetë në vëmendje edhe të pushtetit vendor. Lëvizja makinës janë rralluar shumë, nuk ka lëvizje makinash, po turistë njerëz nuk vinë. Këtu është shumë pastër. Është një zonë shumë e pastër, ajri, edhe duhet vinë njerëz të vizitojnë, të rinë, vendet pastra shumë. Kur kishte lëvizje, unë do të mbendi me plastike, me mbeturina më të ndryshme. Vishin një deshin tregtar këtu në për livadën pjesë. Tani që u hap tuneli, nuk ka jetë mbeturina kushma, se nuk vinë makinat, nuk ka lëvizje. Mboshin e tregtarët që marrin materiale, vishin e hesin mbeturinat këtu. Dalin grupet e vogla, njerëz që rrinë për hije, kalojnë një ditë, një pushim për fundjavë. Më e ndotur mbetet zona në kufimin Bashkinë e Tiranë, ku edhe ka patur më shumë ndalesa po grupe qytetarësh që kalonin orët e nxehta nën hijet e pembe halore.